Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Dita sot ka filluar shumë herët, ka filluar që në orën 8, sepse kështu vendosi Kian. Ndonjëherë shumicën e ditëve vendos që të vinë të filloj e të zgjohet në orën 10, po sot e kishte ora 8. Në fakt, dje kemi qenë në një takim osteopati dhe osteopatistja na tha që dita sot do jetë jo e qetë, pasi për bebet trajtimi që ajo i bëri, do me thënë zhbllokimi shumë muskujve që kishin të bëjnë me tretjen i shumë nervave, është shumë i lodhshëm për një bebi. Dhe dita tjetër e keni parasysh kur bëni një masazh, se keni një ngërç diku, ditën tjetër ju dhemb një herë, keni dhimbje muskuj dhe pastaj ditën e dytë mund të filloj të bëhet më mirë, prandaj edhe djali sot ka qenë shumë jo i qetë. Atëherë, çfarë do bëjmë sot? Siç po e shikoni nga titulli, do më mbrapa është një katastrofë. Para 4 ditësh kemi pasur djalin jo pa qef, por fëmijët e vegjël ju e dini që kanë këto kolitkat, kanë dhimbjet e barkut, nuk dalin dot jashtë, nuk lëshojnë dot gazra dhe ka qenë dita kur Kiani ka qenë shumë keq. Ka filluar të bërtasi edhe të qaj me ulërima nga ora 6 mbas ditës deri në orën 1 të natës, kur ne vendosim të shkojmë në spital. Nuk shkuam më përpara sepse është normale që fëmijët e vegjël i kanë këto problematika dhe menduam çfarë do na ndihmojnë në spital. Por në fakt kur vajti ora 1 dhe nuk është se vajtëm shumë për dhimbjen e barkut, po vajtëm sepse unë po kisha frikë, domethënë për mushkërinë e djalit, për zemrën e djalit që ishte gjithkohës duke bërtitur, asgjë nuk e qetësonte përveç pak gjoksit. Dhe kur afusja në gjok qetësoi, po sapo mbaronte qumshtin, porcionin, i fryshe më shumë barku sepse nuk bënte dot nevojat e tij. Edhe i thash Stefanit në orën 1, "Çau, do ikim", edhe në spital, domethënë na trajtuan shumë mirë dhe na thanë keni bërë shumë mirë që kemi ardhur. Dhe atë ditë, duke qenë se Stefani më thoshte shko shtriu ti se merrem unë me djalin që unë të qetësosha pak se akoma ishte shumë herët, plaga e operacionit mua akoma më dhemb dhe përpiqem të ri në këmbë sa më pak, po atë ditë ishte akoma shumë më e freskët dhe më dhimbte shumë herë më shumë. Edhe ai më thoshte shko shtriu, kurse zemra e mamit ku shtrisha dotën kur përtiste djali, edhe që mos ti shkoja Stefanit tërkohët nga mbrapa se e shkoja, "Ç'a do bëjmë? Ç'a ka djali?" Kupton, duhet të rishe qetë në këto momente dhe unë çfarë bëra, i hoqa të gjitha rrobat e verës, sepse duhet patjetër të bëja diçka që mos të shkoja mbrapa Stefanit që kishte djalin. Edhe që atë ditë u dha është një katastrofë, edhe më në fund po e gjej kohën sot që ta sistemoj. Do t'ja u tregoj pak se si duket tani dhe do t'ja tregoj në fund se si do duket. Do heq të gjitha rrobat e verës dhe do sistemoj rrobat e dimrit, mbase disa gjëra që nuk i vesh do t'i fal, ose do t'i çoj nëpër këto koshat që mbledhin rroba për t'ja dhënë familjeve në nevojë. Edhe të shikojmë, unë kam provuar disa gjëra dhe më bëjnë masa small. Po do heq për shembull këto pantallonat e shtatzanis, që janë këto pantallonat me bark. Do heq rrobat e verës dhe mbase do kem pastaj një çik vend që të sistemoj vërtet rrobat e dimrit edhe mos jenë kështu kapic. Shikoni ja si I kam lënë të gjitha këto rrobat e verës. Edhe kështu duket dhoma, o zoti I madh, domethënë mami do më vrasi. Kështu që le t'i futemi punës. Po ju thosha këto janë rrobat e verës, këto do t'i çojmë në çatinë e shfrytëzuar, edhe do sistemojmë sipas ngjyrës, sipas këmishat që I vesh, fundet që I vesh, etj. Edhe çantat dhe aty janë shumë keq pulovra. Po shumicën atyre nuk I vesh, kështu që do shikoj kë do mbaj dhe kë nuk do mbaj. Atëherë po marr suqese të nga ku po fut të gjitha rrobat e verës dhe pastaj do të shkoj t'i çoj në çatinë e shfrytëzuar lart. Dhe presim verën tjetër duke shpresuar që të gjitha të na bëjnë. Unë nuk kam bler rroba shtatzanie, në fakt më kanë shpëtuar këto fustanet e verës. E keni parasysh këto fustane kështu, që ishin të gjëra, edhe kështu të lirshme, dhe ma nxinin barkun dhe nuk kam bler fare gjëra shtatzanie,
Për shtazani kam bler për shembull vetëm këto pantallonkat sepse më bënin poshtë, por nuk janë pantallona shtazanie dhe nuk janë pantallona që tani që mbaroj shtazania unë nuk do t'i vesh, janë pantallona normale dhe janë përpjekur gjithmonë, për shembull ja edhe këtë fustanin, edhe ky manxin të barkun deri në fund, por është fustan për shumë që rri i lirshëm. Ose për shembull ky fustani që bëra këtë festën e babit, është masa small, është modeli që rri i gjerë dhe unë përfitoja e kisha me barkun. E rumbulla kosër, prandaj nuk kam bler asnjë gjë që tani nuk do ta vesh dot, për shembull. Këto fustane si gjithmonë, këto fustanet e verës e Zarës më kanë shpëtuar, jo vetëm kuletën, por nuk e di, unë nuk doja që të harxoja për rroba që do ishin vetëm për këtë shtazani. Do thoni ju, se do t'i vesh shtazzanin tjetër. E para punët mua nuk më pëlqen të mbaj gjëra për vite me radhë pa i veshur. Dhe e dyta, mbas eksperiencës që pata me shtazzanin e parë, nuk dua të flas para kohe. Se mbase do jemi këtu pas 2 vitesh dhe do më thoni, po ti the, nuk do bësh më, mami. Por besoj kam shumë të vështirë, kam shumë trauma dhe nëse do ngelesh ashtu të zënë, do më ktheshin të njërë gjitha përjetimet. Nuk e di të shojmë. Disa rroba, për shembull që nuk i vesh, do t'i çoj ose do t'i fal, ose do t'i çoj nëpër këto kontenierët që i falin rroba. Ja, për shembull, kjo këtu është një bluzë shumë e bukur, më ri shumë bukur, më pëlqen, po ka kohë që se kam veshur. Kështu që pse ta mbaj kot? Apo kjo këmisha, shumë e bukur është. Nuk e kam veshur. Çfarë kam tjetër? Këto pantallonka për shembull i bleva për në shtazani, për në maternitet që ti kisha të lirshme. Tani nuk më duan. Se do ngelen prapë shtazan të blej një palë tjera. Fustani këtu e kam veshur, e kam stër veshur, kështu që ka ardhur koha t'i them një pafshim. Okej, dhe këto do t'i funë në qesë më vete, që t'i çojnë për këto kontenierët. Tani, po, në shtazani kam bler edhe kështu për shembull, nga këto pantallonkat e shkurtra, elastike, që i viqja poshtë edhe tek barku, po edhe sipër tek barku sepse hapeshin goxha. Edhe këto e kam bler nga 5 euro dhe këto janë të vetmet. Kam marrë 3 ngjyra të ndryshme, por që tani mund t'i mbaj edhe për në palestër, kështu që nuk është se i kisha bler vetëm për shtazani. Tani do t'i heq të gjitha gjërat. Edhe do shikoj se si do t'i sistemoj që mos t'i kem kaq keq rrobat, të jenë të sistemuara mirë. Akoma duket skandaloze zona këtu, po doja dalim dhe në fund doja t'rregoj që do duket shumë mirë. Okej, po mendoja të sirtari parë do vendos të gjitha fundet, gjitha pantallonkat e shkurtra, sepse kam shumë, edhe t'i kem të gjitha këtu. Filloj me fundet. Ky fundi këtu shumë i bukur, e kam bler në linja 6.000 lekë në Shqipëri, por nuk duket fare si për 6.000 lekë dhe materiali është shumë i mirë. Kështu që po vendos një herë në radhën e parë, po vendos këto fundet që janë kështu si të trash dimërore, që kam disa, të gjitha i kam marrë në linja. Shikoni me xhepa dhe ngjyra të ndryshme. Dhe mua më pëlqen shumë. Kisha marrë 3 ose 4. Ja edhe këtë jeshilin. Këtë e kam larë njerë dhe është bërë një qikësi çuditshëm materiali, po modeli është i bukur. Dhe kam edhe një ngjyrë xhakete fix si kjo. Besoj e kam veshur në një vlog. E ngjan shumë bukur. Këtë pastaj ku kam bler këtë? Nga është kjo? Rihoas. Edhe ky, një fund shumë i bukur, më pëlqen. Kam këtë fundin jeans, e kam bler në Zara. Si pa form. Plus që më ri i madh. Wow. Do e hedh. Nuk do e hedh, do e çoj atje tek vendi.
Por, kam bler këtë fundin tjetër, që ja kam treguar në hall, nga shihni. Kështu duket deri tani cirtari fundeve. Këtu do vendos bluzat edhe trikot. Trikot më të holla, trikot e mdhaja pëse prap do t'i le këtu se s'kam ku t'i le. Ose ndojnë vend tjetër, po nuk e di. Mbase do t'i varë, po sikur t'i varë, shiko sa vend që kam këtu. Mbase do i varë. S'pas kam haruar një fund. Ja. Këto fundet këtu që nuk e kurosen, si puna kësaj që bëjt zhuk, i kam varur. Dhe këto dy fundet që është një i bardh, edhe një i zi, pëse e keni parë në hall. Edhe këto do t'i varë këtu, sepse është shumë e vështirë për t'i palosur. Më duhen edhe ca më tepër nga këto varse me kapsa. Se shiko, këtu kam 3 funde, do bëj dhe 2 këtu, bëjmë 5. E pasaj kur më duhet të marrë një, duhet t'i rëzoj të gjitha. Mirë, po i vendos për momentin këtu, sa të blej disa të tjera. Shqipani? Ky fund ka këtu është i bukur, po unë nuk e kam bëshur asnjëherë. Shikoni. Kështu që do ta fal. Edhe ma duket akoma kështu, o zoti ma, nuk di kur do mbaroj. Po i mbaj njërë këto bluzkat, sepse mund t'i vesh në shtëpi, edhe nuk është se zen shumë vend. Edhe aty afër do vendos pastaj trikot që janë qik më të holla, apo edhe golfet që janë për të dhënë gji. Ose edhe këto për shembull. Këto që mund ta vesh edhe tani në dimër me pantallonka të gjata. Ashtu të. Edhe kanatire do t'i mbaj, sepse i vesh nga poshtë, për shka se janë të holla. Edhe këto. Edhe nëse është dimër mund ta veshësh nga poshtë, ose në shtëpi. Edhe vazhdojmë me trikot. Raftin e bluzave, e mbarova. Si duken. Dhe nga ana tjetër, sistemova trikot këtu. Pak më mirë. Tani te rafti i tretë, do vendos të gjitha rrobat sportive për palestër, tutat e shkurtra, tutat për në shtëpi. Atëherë fillimisht do sistemoj tutat e gjata, pastaj tutat e shkurtra dhe pastaj të gjitha bluzkat. Kam shumë komplete për në palestër, që i kam marrë tek Berlok. Për mua Berlok është faqja më e mirë për sa ju përket pra tutkave për në palestër. Këto po i hedh se janë bluzë. Okej, kam edhe këto tutat që i kam komplet dhe këto këtu do t'i vendos, që janë komplet bashkë me bluzë. I kam marrë në 71, mirë po i kam marrë masa small, sepse hapeshin, edhe unë i mbaja poshtë, tek beli, pjesa e barkut poshtë. Edhe tani, më bëjnë edhe më rinë edhe shumë bukur. Tani ju vjen rada gjitha këtyre pjesëve sipër. Kur kisha veshur një palë të tilla në një video në TikTok, edhe më thanë s'ke turp që del me sytjena. Këto janë komplet palestre, imagjino njerëz që shkojnë deri në palestër, unë isha në shtëpi. Mirë po s'ke çfarë t'ju bësh njerëzve. Ashtu mendojnë, ti lem të mendojnë si të dojnë. Atëherë, këtu tutat, këtu do vinë pantallona dhe xhinset, këtu tëra fustanet që janë në ngjyrat e errta, edhe këtu të gjitha të bardha, bezhët. Këtu pastaj bluza, xhaketa, këmisha
në ngjyrat e tjera. Këto pantallonat janë super të mëdhaja, ishin të rehatshme në shtatzani, mi kishte bler motra, po tani janë shumë të mëdhaja, kështu që i heqim, lirojmë vendin. Edhe këto pantallonat janë që mi ka dhënë shoqja ime për në shtatzani. Nuk më duan më, do t'ja kthej. Bashkë me këto, që nuk i vesh asnjëherë, kanë edhe etiketën. Do t'ja kthej. Po këto çfarë janë? Po ashtu një fustan që ajo më ka dhënë. Për në shtatzani, nuk e vesh asnjëherë. Ja kthejmë. Këtu janë pëse një paltinse të mia që janë kështu oversize. Po i mbaj një herë, pa qka se më duket që janë gjatë të mëdhaja, po i mbaj një herë se janë modeli oversize. Dhe ja, dhe maj në garderobë avkojnë. Do vendos të gjitha pantallonat. Look, çfarë bën Look? Të gjitha kapelet e verës, po i heq. Si që shikoni janë akoma me etiketë, që i kam bler tani në fund, edhe i kam bler me super ullje. Në po tani do t'i fut në për qese, edhe do t'i qoj lartë, që të liroj edhe vendi. Edhe të jetë më sistemuar, tani unë nuk kam ku t'i vesh, dhe pse t'i vesh këto kapele kaq të holla. Kapele për dimër nuk ose kam, kështu që edhe këto çantat që i kam bërë veç, po i dërgoj aty te pra për t'i falur, sepse unë e kam harruar fare që ekziston kjo çanta edhe do ta fal, kurse këto dy tjera do t'i mbaj. E këto janë rrobat e fundit që i kisha poshtë krevatit. Do shikoj çfarë më bën, çfarë nuk më bën, dhe të tjerat do t'i hedh apo do t'i dërgoj lart. Jo, do t'i hedh, do t'i çoj tek kantieri. Kështu. Të shikojmë çfarë kemi. Kjo është dita tjetër, sapo jam lar, akoma nuk jam përfunduar, po mendova të mbaroj një herë këtë punën këtu, edhe pastaj t'i iki. Atëherë, këto xhinset këtu janë shumë të mira, këtë këtu të ngrohtë, mirë po, mua nuk më duken fare shik, duke shumë kështu si pe burri, kështu që nuk do t'i mbaj, do t'i qoj edhe këto atje tek koshi. Nuk e di pse nuk i kam aq mirë klokët sot, po do e shikojmë çfarë do e bëjmë pastaj. Okej, këto pantallonka të bardha janë të Zarës, xhinset e gjëra, janë shumë të bukura. Pas ka një njollë këtu, po i lë për t'i lartë. Këto pantallonat pastaj janë gjitha që i kam bler tek New Yorkeri, gjitha extra small. Nuk e di a më bëjnë më, do t'i provoj. Edhe do t'i shikoj nëse do t'i mbaj apo jo. Këto pantallonat e Zarës. Edhe kur isha e dobut, këto marrin shumë të ngushta. Ua, këto bel kam pasur. Nuk në gjekundi, kështu që i hedhim. Këto xhinse këtu janë të ngushta, edhe nëse i kam shumë të ngushta, këtu mund t'i hap. Dhe kam pak vend, kështu që plus që janë elastike, këto do t'i mbaj. Bashkë me këto xhinse këtu, këto i kemi marrë në Mango.
elastike. Që shpresoj që do më bëjnë. Po e mbaj një herë, nëse nuk më bëjnë pas disa kohësh, mund të jetë sërisht. Si pantallonat jeshile, kam dhe këto kafet, që janë elastike, kështu që do më bëjnë se s'bën. Këto lejlaçkat këtu nga Boho, i kam bajtur boll besoj, kështu që i hedhi, nuk na tuajnë më. Ky është fustani për verë, më bën, po e le më njanë. Këtë fustani këtu nuk e di kush më ka dhënë. Më ka dhënë, më duket motra e Stefanit, nuk është stili im. Mishka e bardhë, shumë e bukur, por duhet larë, leta lajmë. Nuk më pëlqen më. Kjo leku nga Zara, shumë bukur, ta husim me gjërat e verës. Pantallonat zeza, këto janë të bukura, do t'i mbaj. Këto jeansa nga Rihoa, po i heq. Kam boll jeans. Këto jeansat këtu i kam blerë në të përdorurat në Pogradec për 1.000 lek. Janë kështu të gjëra poshtë. Në Shtatzani, morime shumë bukur. Edhe tani do më bëjmë besoj. Kështu që t'i mbaj. Pantallonat e Stradivarius janë të preferuarat e mia. Janë shumë elastike, janë të mira, kështu që do t'i mbajmë patjetër. Ky fundi nuk më pëlqen më. E heqim. Këtë fundin jeans pastaj me të qarë ranash, kam shumë që më qef. Po ta mbajmë se s'bën, edhe po s'ma bërë. Ky fustani ishte i bukur, e ka humbur ngjyrën siç e shikoni, kështu që e heqim. Këtë fundin e kam bler po ashtu në të përdorurat në Pogradec për 1.000 lek. Gjatë Shtatzanis në fillim deri në muajin e 6 më ka bërë, kështu që besoj do më bëj edhe tani, ndoshta më ri pak i madh. Pantallonat të zeza prap të lirshme. Se di. Po i heq, boll i kam përdorur. E këto pantallonat e Gucci, kam marrë te Mango, boll i kam përdorur. Kjo bluza këtu, se kuptoj pse nuk e kam përdorur gjatë Shtatzanis, sa e mirë kaq. Fiks për atë periudhë. Tani do e mbaj për të fjetur gjumë. Këto të dyja janë për verën. So, mein Schatz, wie weit sind wir denn? Fertig.
rrobat e verës, bashkë me qesën tjetër, po I çoj lart. Ndërsa rrobat që do t'i çoj te kantieri për t'i falur, I kam në makinë, edhe do t'i them Stefanin që t'i çoj tek kantieri. Këtu është komplet. Të gjitha këto janë rrobat tona. Shikoni sa shumë kemi mbledhur, sa shumë rraqe, se kemi tërë këtë vendin këtu prandaj. Edhe ja ku janë rrobat e mia të verës, do t'i lë këtu të gjitha. Ja ku janë edhe këpucët. Këto janë rrobat. Kemi dhe rrobat e verës, edhe këpucët. Të gjitha të ruajtura këtu lart. Këtu mund ta hedhim se është e prishur, po duhet të sistemojmë një herë mirë. Kështu. Ikim poshtë dhe vazhdojmë me sistemimin e rrobave të tjera. Dita tjetër, vazhdojmë vlogun e rregullimit të garderobit. Sapo nisëm me Stefanin me makinë, se kemi përbler disa gjëra. Por ndaluam për të hedhur rrobat, po për t'i dërguar aty te ai mbledhësi koshi I rrobave për t'u falur dhe për t'u dhuruar tek familjet e tjera. Nuk filmova dot sepse rruga është e mbyllur dhe nuk shkonim dot me makinë, kështu që shkovi Stefani thjesht që t'i dërgonte në koshi. Kështu, rrobat e tjera të verës do t'i ngjit në katin lart e do t'ja u tregoj. Dhe kam dhe disa rroba që duhet I nxjerr nga krevati poshtë. Janë rroba që nuk më kanë bërë më kur isha shtatzën, e tani do t'i nxjerr dhe t'i shikoj edhe një herë. Kë dua të mbaj, kë dua mos mbaj dhe pak a shumë mbaruam me sistemimin e garderobit. Jam shumë e lumtur. Dhoma është prap okay. Edhe ky është përfundimi, kështu duket tani garderoba ime. Po ja tregoj një herë, këtu janë fundet dhe pantallonkat e shkurtra. Këtu janë gjitha bluzat dhe trikot e holla. Këtu janë gjitha tutat dhe strecet për palestër. Këtu janë gjitha xhinset. Këtu janë pantallonat. Këtu janë gjitha fustanet me ngjyra dhe të errta. Këtu janë gjitha rrobat, fustanet që kanë ngjyrë të celët e besh. Dhe këtu janë të gjitha pastaj xheket, këmishat me ngjyra të tjera. Dhe këtu në fund janë edhe disa funde. Bijuteri, çanta, trikot e trasha, çanta, disa pakokpus që akoma nuk I kam hapur. Edhe ky është përfundimi. Duket mirë besoj tani. Edhe aty kam dhe pak vend që mund të fut disa gjëra dhe qeset që do shkojnë lart ose do hidhen dhe unë. Jemi 16 ditë mbas lindjes. Po kthehemi shumë mirë në formë, po barku është akoma super I butë. Gjithsesi do I vi rrata. Tani po e mbyll videon, unë e sistemova garderobën, I bëra të gjitha punët dhe tani do shkojmë për vizitë tek disa miq të tan. Kështu, shumë faleminderit që më ndoqët. Keni ndonjë sugjerim se si mund ta rregulloj dhe ta bëj të duket më mirë pjesën e garderobës, se prap nuk më duket e rregullt 100%, po nuk jam e sigurt. Kështu. Ciao, shihemi në video tjetër.